e miq, uroj për muajin qershor, për niprit dhe mbesat tona, se ato janë e ardhmja e prindërve të tyre dhe gjyshërve të tyre, njëkohësisht dhe kombit dhe çamërisë. Uroj gjithmonë bashkëpunëtorët e mi, korrekt, serioz, që më mbështesin fuqishëm, Zoti ua boft mbar. Uroj njëkohësisht gjithë shqiptarët kudo që janë, këtë muaj qershor, mbasi ky muaj duke rritur stabilitetin, mos kemi sfida për keq. Njëkohësisht uroj politikanët shqiptar dhe në gjithë treva shqiptare ku janë, të ruajnë balanca dhe të fikin zjarre, jo të ndezin zjarre. Uroj njëkohësisht edhe Europian perëndimor dhe Amerikan, të cilët po e mbështesin fuqishëm kombin shqiptar në shekullin e tyre 21. Zoti i bekoft të gjithë, mos harroni se Tasim Mehmeti, presidenti i Çamërisë, ai që beson tek mua, që ja bën zemra krak, ka bekimin e fortë. Faleminderit.